Çfarë po ndodh me luftën në lindjen e mesme? Përshëndetje Arlind, çfarë ka ndodhur pas ditës djeshme pasi palët kanë refuzuar një propozim për armëpushim? Jemi në një ditë ku ka një boshllëk me pikpyetje të mëdha në Artil, sepse jemi ndoshta vetëm pak orë larg përfundimit të një ultimatumi që presidenti amerikan Trump ka vendosur që Irani të zhbllokojë të paktën ngushticën e Hormuzit, gjë e cila në rast se nuk do të ndodhë, do të përshkallëzohen sulmet. Janë disa sinjale sot se ndoshta jemi duke shkuar drejt kësaj rruge, pra drejt një përshkallëzimi të mëtejshëm të konfliktit, sepse edhe nga ana e Izraelit, por edhe nga ana e Iranit ka deklarata dhe njoftime publike që ndoshta na çojnë të mendojmë se do të kemi një shtim të bombardimeve dhe një shënjestrim të infrastrukturës elektrike të Iranit dhe të rrjetit rrugor apo të transportit, siç është thënë në paralajmërimet dhe në ultimatumin që presidenti amerikan ka dhënë. Përpara se të saktoj se çfarë është thënë nga Izraeli dhe Irani sot, një raportim, një lajm mjaft i fortë i orëve të para të ditës së sotme ka tronditur ndoshta me disa informacione në lidhje me gjendjen shëndetësore, me situatën aktuale të liderit të ri të regjimit iranian Mojtaba Khamenei, i cili sipas The Times ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore, është i pavetëdijshëm me gjas si pasojë e sulmeve që kanë ndodhur në datën 28 shkurt nga forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara dhe të Izraelit, dhe saktësohet duke cituar një memo diplomatike që ka informacione brenda saj të inteligjencës izraelite dhe amerikane që thonë se Khamenei është pa ndjenja, është në gjendje të rëndë, gjendje kjo që nuk i lejon të marrë pjesë në mbledhje qeveritare, në mbledhje formale dhe si rrjedhoj të mos jetë në gjendje të marrë vendime apo të jetë pjesë e proceseve vendimarrëse të regjimit iranian. Për të rikthyer tek ajo se çfarë Izraeli dhe Irani kanë ndoshta paralajmëruar se çfarë mund të ndodhë në orët në vijim. Izraeli ka shpërndarë një njoftim nëpërmjet të faqeve të ushtrisë saj të tij në rrjetet sociale në gjuhën iraniane, ku ju bën thirrje qytetarëve, civilëve të mos përdorin transportin hekurudhor në të gjithë vendin, pra në të gjithë Iranin, sepse kjo siç thuhet do të ndikonte jetën e tyre, pra përbën një rrezik për jetën e tyre. Pra, sulmimi tani është infrastruktura. Tek infrastruktura, pra të saktojmë diçka. Ultimatumi thotë që në rast se nuk zhbllokohet ngushtica e Hormuzit, do të nisin sulmet ndaj infrastrukturës, siç janë urat apo rrjeti rrugor dhe centralet elektrike të gjithë Iranit. Duke marrë parasysh këtë dhe duke lexuar atë njoftim që IDF-ja ka dhënë sot për të gjithë iranianët, lihet të kuptohet se do të nisi një valë sulmesh pikërisht me shënjestër këto pjesë të infrastrukturës energjetikës dhe të transportit. Në anën tjetër, edhe vetë Irani zyrtar nëpërmjet përsaktësi Alireza Rahimit, që është sekretar i Këshillit të Lartë të Rinisë dhe të Sporteve, ka kërkuar nga rinia iraniane që infrastruktura elektrike e vendit, centralet elektrike, të rrethohen me zinxhir human, që do të bëheshin sipas kësaj kërkese nga të rinjt e Iranit. Pra janë dy kërkesa, dy njoftime që u adresojnë civilëve. Dhe kjo ndoshta lidhet me ultimatumin dhe me atë se çfarë mund të ndodhë në orët në vijim. Specifikisht, IDF-ja u ka kërkuar iranianëve me orë eksakte që të mos përdorin transportin hekurudhor gjatë ditës së sotme deri në orën 21 sipas orës iraniane, që rezulton diku tek prag mbrëmja me orën e Tiranës, diku tek rreth orës 18:30 me orën e Tiranës, ndërsa Irani, ministri, nëse mund ta quajmë kështu, rinis i ka kërkuar këtë kërkesë që të rrethojnë centralet elektrike duke formuar zinxhir human apo kordon human, që të mblidhen këtë të martë në orën 14 me orën lokale. Një kundërpërgjigje që forcat izraelite apo amerikane mos qëllojnë mbi qytetarët, mbi civilët.
Kjo kuptohet. Në fakt, pra që të rrethohen centralet elektrike me civil, çka do të përbënin një shënjestër të ndaluar në rast të sulmeve potenciale nga Shtetet e Bashkuara dhe Irani në prag të ose më pasi ultimatumi i presidentit amerikan të skadoj. Çfarë deklaroi në daljen publike mbrëmjen e dieshme presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe në lidhje me ultimatumin, kur skadon ai? Duhet të saktësojmë për publikun që ultimatumi i presidentit amerikan u shty gjatë ditës së dieshme me rreth 20 orë, që do të thotë se sipas deklaratës presidentit amerikan, ajo mbaron në orën 20 me orën e bregut lindor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra me New Yorkun si kryeqendrën e tij. Rezulton në orën 2 pas mesnatë në orën e Tiranës, pas të cilës presidenti amerikan ka kërcënuar se do të bombardojnë centralet elektrike si pjesë të energjetikës së Iranit dhe urat e kështu me radhë pjesë të infrastrukturës së transportit. Dje presidenti amerikan bëri një dalje, një konferencë mediatike relativisht të gjatë përpara gazetarëve, ku foli me shumë detaje së bashku me shefin e CIA-s dhe sekretarin e luftës Hegseth në lidhje me operacionin e shpëtimit të kolonelit, pilotit amerikan rreth 2-3 ditë më parë në Iran, po ndërkohë u ndal edhe tek qasja iraniane gjatë ditës së dieshme për një propozim të mundshëm. Trump tha se ultimatumi qëndron, është për të vlerësuar fakti që Irani gjatë ditës së dieshme ka hedhur në tryezë disa alternativa të tij, një kundër propozim të tij me 10 pika, por siç tha ultimatumi qëndron. Tani, për të kuptuar çfarë është folur dhe çfarë mund të jetë diskutuar nëpërmjet emisarëve, delegacioneve dhe negociatorëve. Pakistani, Egjipti dhe Turqia janë 3 shtete që de facto ose në praktik kanë marrë rolin e negociatorëve. Dje kanë qenë këto 3 shtete, diplomatët kryesorë të këtyre 3 shteteve, që kanë dhënë një propozim me 2 pika kryesore që palët të afrohen në shkrim të marrëveshje, që do të thoshte 45 ditë armpushim dhe lirimi menjëhershëm i ngushticës së Hormuzit. Së dyti, Irani e ka refuzuar armpushimin e menjëhershëm, ka hedhur tek le të themi tek negociatorët një kundërpropozim, një alternativë të tillë me 10 pika, ku pikat kryesore janë pra refuzimi i armpushimit menjëherë, të zhvillohet një proces negociatash ose diskutimesh për paqe afatgjat, pra më shumë paqes së gjatë Irani, më shumë se sa armpushimit me një periudhë kohë të përcaktuar, heqjen e sanksioneve tregtare ndaj Iranit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që pengojnë lëvizjen ekonomike të vendit. Tjetër është raportuar se Irani kërkon që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të paguajnë dëmet në infrastrukturë, pra të paguajnë një proces rindërtimi pas bombardimeve që kanë kryer në territorin e tij, dhe pas këtyre, sipas këtij plani me 10 pika të Iranit, do të nisë një fazë dytë që do të sillte hapjen e Hormuzit dhe diskutimet mbi programin bërthamor të Iranit. Pika e tretë, për ta theksuar dhe këtë, ku pozicionohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë. Duhet themi që mediat raportojnë dhe marrin të mirëqenë se ka një proces bisedimesh, edhe pse informal apo në formë indirekte, ku thuhet se Witkoff, Kushner dhe J.D. Vance, vendës presidenti amerikan, janë në kontakt me emisarët e regjimit iranian. Kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndërkohë mbeten të njëjtat si rreth 10 ditë më parë, kur u fol për një plan me 15 pika të paraqitur, ku parashikohet ndër të tjera dorëzimi i 450 kg uranium të pasuruar deri në nivelin 60% që Irani e disponon, tek e certifikuar kjo dhe nga Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike. Së dyti, në këtë plan me 15 pikat amerikanëve kërkohet kufizimi i rrezës së veprimit të raketave balistike iraniane, që aktualisht mendohet se arrin deri në 4000 kilometra, pra janë ato valet në hartën e shpërndarë dhe nga ushtria izraelite që kanë ngjallur panik dhe tension edhe për publikun evropian. Ndërkohë, gjithashtu kërkohet ndalimi i furnizimit me armë dhe ndihma për aleatët apo proxyt, siç quhen në rajon, të Hamasit, Huthëve dhe Hezbollahut dhe gjithashtu milicive shiite në Irak. Këtyre
ju bashkohet. Gjithashtu edhe hapja e ngushticës së Hormuzit, që duhet theksojmë që nuk përmendet se është pjesë e këtij plani me 15 pika. Pra është një kërkesë verbale, një kërkesë formale, por publike më shumë se sa pjesë e këtij plani në letër të paraqitur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si kanë reaguar tregjet pas deklaratave të shpeshta, cilat ndryshojnë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump? Po në fakt në Ertil duket se po shohim një trend të ri ditët e fundit, por përfshirë edhe ditën e sotme. Në impulsin e parë, në fjalët e para të presidentit amerikan disa ditë më parë, kur ai pretendoi se Irani po negocion, Irani është vënë në lëvizje, tregjet reaguan shumë mirë. Duhet sjellim një shembull të rreth një jave apo ndoshta diçka më shumë ditëve më parë, kur çmimi i fuqisë së naftës bruto Brent pësoj një ulje pas deklaratave të presidentit amerikan me 13 deri në $15 brenda natës për një fuqi nafte. Për ta krahasuar me ditët e fundit apo edhe me rastin e ditës së sotme, vjetre se kjo nuk po ndodh. Pra tregjet ndoshta po reagojnë me mosbesim pas deklaratave të presidentit amerikan, duke shprehur një farë pesimizmi për arritjen e një marrëveshje dhe ndoshta afrimin dhe qenien pranë të afrimit të përfundimit ndjes të konfliktit të armatosur. Sot duhet sjellim një shembull kur për shembull çmimi i naftës ka mbetur ndoshta në të njëjtat vlera, ndoshta në të njëjtin çmim për fuqi të naftës bruto Brent në nivelin $110, edhe pse raportohet në fakt se ka dhe një nivel të rritjes së tij në orën e fundit, minutat e fundit. Kështu që një vëzhgim i lehtë na tregon se tregjet apo bursat po reagojnë me mosbesim pas deklaratave të presidentit amerikan, ndryshe nga sa ndodhi në fillim kur ai dha sinjale se mund të jemi në nisje të bisedimeve apo negociatave për anëpushim ose paqe. Ndërkohë, Alin, çfarë ndodh nga kjo krizë dhe nga kjo luftë, nga bllokimi i ngushticës së Hormuzit, sidomos pasojat që janë shkaktuar tek karburantët? Është vërtet valja e krizës është përhapur në këtë formë, siç e përmendet edhe ti Nertil, bllokimi i ngushticës së Hormuzit, edhe pse janë ndoshta 10 raste që mund ta kenë kaluar ngushticën ditët e fundit, siç ishin cisternat, anijet e transportit mallrave nga Omani, nga Franca, nga Japonia, një nga Malta raportohet se ka kaluar gjithashtu sot. Nuk e kanë zbutur, pra vijojnë të mbajnë ende gjallë, janë shifra ende shumë të lehta për të rikthyer drejt një normaliteti, siç ishte ai më parshmi, ku rreth 1/5 e sasisë së naftës botërore kalonte nga Hormuzi. Ka situata të vështira të krijuara sidomos në transportin ajror. Do të sjell shembullin e Italisë ku 2 apo 3 ditët e fundit autoritetet publike kanë dhënë paralajmërime për të përgatitur për shkak të mungesës së mundshme të afërt të furnizimit të mjeteve të transportit civil ajror me karburant. Do të citoj disa raste, janë 7 aeroporte që janë paralajmëruar në Itali, pra në nivel kombëtar, flasim në disa qytete apo rajonet e Italisë, që janë paralajmëruar të përgatiten për të marrë masa dhe një kufizim apo racionalizim të furnizimit. Një kufizim, sepse për shkak të pasigurisë që pritet të japi valën ose pikun e saj ndoshta në fillimin e verës, që po afrohet, alarmi i parë duhet theksojmë se është dhënë të shtunën në 4 aeroporte, kur një njoftim i buletineve aeronautike më saktë është dhënë për aeroportin e Brindisit, ku thuhet se kompanitë ajrore nuk do të mund të furnizoheshin aty dhe duhet llogarisin sasinë e mjaftueshme për itineraret e tyre dhe furnizimet për itineraret të mëtejme t'i bëjnë përpara se të mbërrinë në Brindisi. Pra kjo na tregon qartë se çfarë, le të themi, për llogaritjesh po bën aeronautika, buletinet aeronautikës civile në Itali. Së fundmi, kufizime për karburantin parashikohen sipas ANSA-s edhe për Reggio Calabrian dhe Pescaran. Ditët e fundit ka qenë operatori Air British Petroleum, që është pjesë e gigantit britanik të karburantit, që ka njoftuar shpërndarje të kufizuar në fluturime në aeroportet e Milano Linate, Venecias, Trevizos dhe Bolonjës, dhe një farë analize thotë se këto janë efektet e para të bllokimit të ngushticës së Hormuzit që po ndjehen me shembuj konkret tashmë edhe në aviacionin civil dhe në transportin e qytetarëve në Evropë. Italia i bën paraprit, le të themi, është deri tani i vetmi shtet që i bën paraprit pikërisht kësaj situate?
Mund të ketë dhe raste të tjera në Evropë, sepse vala mendohet që mund të prek njëkohësisht tregun evropian të transportit, kompanitë si rjedhoj, por solla si shembull duke marrë parasysh afërsinë që ne kemi me Italinë, rutinën ditore ndoshta me një fluks të lartë të transportit dhe të udhëtimit të pasagjerëve nga Shqipëria drejt Italisë, që na tregon qartë se çfarë mund të vijë, ndoshta jo ndonjë jo ndoshta në një val të keqe në muajin maj, por sipas agjencive italiane të lajmeve mendohet që vera do të jetë ajo që do të preket. Të paktën nëse situata do të vijojë e tillë për transportin ajror. Faleminderit Arlind për gjitha këto informacione në mënyrë të detajuar që na përcolle. Ishim me kolegun tonë të zhvillimeve rajonale dhe ndërkombëtare Arlind Disa. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare.